është bërë ndrimi i disa shtretërve të cilët kanë qenë të dëmtuar. Janë ndruar me shtretër të rinj, ju e patë edhe vetë, ishim dëshmitar të ndryshimeve që janë bërë. Desha t'ju njoftoj se kjo është vetëm fillimi i një projekti, një kontrate që është lidhur nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, e 10 qershor për modernizim të infrastrukturës. Këtu konkretisht bëhet fjalë për furnizim me inventar nëpër klinika, inventar medicinal. Deri të premten e kësaj jave i presim të dhënat nga klinikat me planifikimet për inventar të ri, për shtretër dhe të tjera. Është një kontratë me 51 artikuj. Pastaj do mblidhen të gjitha dhënat, do strukturohen dhe do bëhet kërkesa për furnizime. Pra, besojmë për një periudhë shumë të shkurtë, shumë të shpejtë, do bëhen furnizimet. Sot janë ndruar 7 shtretër. Besojmë gjatë ditës bëhet edhe ndrimi i një shtrati, domethënë një shtrat ndrohet, hiqet një